Yamal ku ishe? Në Bernabeu të kërkua me dylbi për kot. As gol, as asist, as ndikim, vetëm emri në formacion dhe një hije që endej pa drejtim në krahun e djathtë. Carrera e kishte blinduar aq mirë, sa në fund dukej sikur po bënte stërvitje personale me një maniken që quhej Lamine. Ai që para ndeshjes fliste për vjedhje dhe ankesa, këtë herë u kthye në shembull të heshtjes profesionale. Mbappe, Bellingham ndezën Bernabeun, ndërsa Yamal u fik bashkë me çdo tentativë për të kaluar mes mbrojtësve madrilen. Në futboll fjalët nuk mjaftojnë, sidomos kur përball ke një Carrera që të mban në xhep. Shënjestër.net